Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Si nuk e kemi ditur, lëngu i kastravecave turshi trajton këtë problem të përhapur tek shqiptarët. Nëse nuk i hani, pasi të dëgjoni këtë video do të ndryshoni mendimin. Problemet nga e cila shumica e njerëzve vuajnë e mund të lehtësohen me këtë perime. Kastravecat përmbajnë mjaft ujë, pak yndyrë, proteinë dhe fibër. Kanë pak kalori, por përmbajnë shumë elementë të dobishëm si antioksidant, kalium, vitaminën A dhe C. Jo përveç se do të hidratoheni, do të përfitoni edhe shumë vitamina dhe minerale. Kastraveca turshi, që do të duhet shpesh t'i konsumoni nëse jeni në stres, ndihmojnë në mënyrë preventive kundër zhvillimit të thatit në lukth. Ato mbrojnë edhe lukthin, por edhe ndihmojnë edhe persona të cilët janë të shëmur nga diabeti tipi 2, sepse stabilizojnë nivelin e hemoglobinës, proteinën në të cilën qelizat e gjakut në zorë të cilat transmetojnë oksigjen. Kastravecët konsiderohen si perimja e 4 në botë për nga sasia e kultivuar dhe njihen si një nga ushqimet më të mira për shëndetin e përgjithshëm. Shpesh i referohemi si superushqim. Ekziston një dallim i madh në mes të turshive të përgatitura në kushte shtëpie dhe atyre të përpunuar për treg. Në turshit industriale janë të pranishme sulfate si konservues e ato të fëmijëve me astëm mund të shkaktojë vështirësi në frymëmarrje. Në turshit industriale ka shumë uthull, kështu që jeni edhe më të predispozuar të konsumoni turshit shtëpiake, të cilat do të përmbajnë edhe sasinë më të mirë të mineraleve. Te turshit industriale me pasterizim në temperaturë të lartë ngadalësohet edhe përdorimi i proceseve të enzimave. Për fat keq, pjesa më e madhe e turshive industriale është e parestizuar dhe mban bakterie të cilat mund të shtojnë sasinë e tepërt të kripës. Turshit përmbajnë sasi të madhe të ujit, proteinës, pak yndyrë, fibër, ushqyes. Po kështu trangujt janë një burim i mirë i hekurit, kaliumit, natriumit, fosforit, vitaminës C, A, B6 dhe B12. Sipas Health.com, do të rendisin përfitimet kryesore që do të merrni nga konsumi i trangujve turshi të përgatitur në kushte shtëpie. Ato janë me antioksidant që mbrojnë trupin nga radikalet e lira dhe gjithashtu mbajnë stabil dhe nuk dëmtojnë qelizat në organizmin tonë. Përmbajnë probiotik të shkëlqyer, që ekuilibrojnë tretjen dhe përshpejtojnë krijimin e bakterieve të mira që janë pjesë kyçe e tretjes së shëndetshme. Ruajnë shëndetin e mëlçisë. Po se përmirësojnë tretjen, tranguj turshi përmbajnë edhe element mbrojtës për mëlçinë dhe ndihmojnë në filtrimin e helmeve nga organizmi. Parandalojnë të thatin në lukth. I thati është një plagë e brendshme në murin e lukthit përkatësisht, dëmtimi i membranës të shkaktuar nga aciditeti. Tranguj turshi e mbrojnë lukthin dhe parandalojnë shfaqjen e të thatit. Ndihmojnë te diabeti. Studimet sipas Healthline kanë treguar se tranguj turshi stabilizojnë nivelin e hemoglobinës, proteinën në qelizat e gjakut të zorrës që transmetojnë oksigjen në të gjithë shëndetin tuaj. Gjithashtu, kastravecët turshi përmbajnë elementë të mirë siç mund të jetë për shembull fibra dietike, folat, vitaminë C, B1, B2, kalcium, proteinë, yndyrë, karbohidrate hekur, fosfor, kalium, sheqerna e të tjera. Gjithashtu ato do të ndikojnë në procesin më të mirë edhe për shëndetin e tretjes. Problemet digjesive si thatësira në stomak, aciditeti, gastriti dhe madje ulçra mund të lehtësohen nga konsumi ditor i lëngut të freskët të turshive. Fibrat ushqimore i largojnë toksinën nga trakti tretës. Kastraveci është një zgjidhje shumë e mirë për lëkurën. Ai shfaq efekte diuretike, freskuese dhe pastruese. Këto efekte janë të dobishme për shëndetin e lëkurës. Dhe mbi të gjitha, do të ndikojnë pozitivisht për shëndetin e përgjithshëm. Përmbajtja e lartë e ujit, vitamina A, B dhe C, dhe prezenca e mineraleve si magnezi, kaliumi, mangani dhe silici i bëjnë kastravecët pjesë esenciale e kujdesit të lëkurës. Maskat e fytyrës që përmbajnë lëng kastraveci përdoren për të lehtësuar shtrëngimet e lëkurës. Acidi aksorbik dhe kafeinë të pranishëm te kastraveci mund të ulën nivelin e mbajtjes së ujit, çka si rezultat mund të pakësojë entjen rreth syve.
Silici i pranishëm të kastraveci ndihmon në shëndetin e nyjeve duke forcuar indet lidhse. Ai lehtëson edhe tretjen e proteinave. Kastraveci përmban një enzim të quajtur erepsin, e cila jep ndihmë më të mirë në tretjen e proteinave. Kaliumi, magnezi dhe fibrat e pranishme të kastraveci ndihmojnë në mbajtjen në nivele normale të tensionit të gjakut. Gjithashtu, kastraveci është i pasur me silic, që ndihmon në parandalimin e thyerjes dhe prishjes së thonjve të gishtave të duarve dhe atyre të këmbëve. Lëngu i kastravecit është i pasur me vitaminën A, B1, B6, C dhe D, folat, magnez, kalium. Kur përzihen me lëng karrote, mund t'japin lehtësues për personat që vuajnë nga problemet e artritit urik. Gjithashtu, kastraveci është një produkt shumë i mirë për shëndetin e mishrave të dhëmbëve dhe të dhëmbëve. Problemet e dhëmbëve, veçanërisht ato që mund të trajtohen në mënyrë efektive janë: poreja. Ushqimet e përpunuar si kastraveci janë të pasur me fibër dietike dhe këto fibra bëjnë masazhe në dhëmbë dhe në mishrat të dhëmbëve. Kastraveci është një zgjidhje shumë e mirë edhe për personat që vuajnë nga diabeti. Lëngu i kastravecit ka dalë të jetë i dobishëm për personat që vuajnë nga diabeti. Kjo mund t'ia atribuohet prezencës së manganit, i cili ndihmon në sintezën e insulinës natyrore. Kastraveci paraqit atribute shëruese në lidhje me problemet e fshikjes urinare dhe me veshkat. Përmbajtja e ujit të trangujt ndihmon në funksionet e veshkave duke promovuar urinimin. Në fakt, kastraveci është një diuretik shumë i mirë natyral. Kastraveci është një zgjidhje shumë e mirë për shëndetin e flokut. Lëngu i kastravecit, që përmban silic, kur i shtohet lëngjeve të karrotës, spinaqit dhe marules, promovon rritjen e flokut. Silici është prezent në indet lidhse në trup, promovon rritjen e flokëve dhe një dietë e pasur me silice rezulton me flokë me shkëlqim dhe kocka të shëndetshme. Tani pritet që ju të duhet të shtoni sa më shumë kastravec në dietën tuaj. Kastraveci është një zgjidhje shumë e mirë për hidratimin e trupit. Ekspertët thonë se njeriu duhet të marrë 40% të konsumit ditor të ujit nga ushqimet. 95% e kastravecit është ujë, ndaj duke ngrënë kastravec, njeriu praktikisht është duke ngrënë dhe duke pirë në të njëjtën kohë. Ngrënia e kastravecit çdo ditë ndihmon në hidratimin e organizmit. Do të ketë më shumë ushqyes për trupin. Kastravecët ofrojnë pak kalori, një kastravec mesatar ka 15 deri në 17 kalori. Megjithatë, kastraveci është shumë i pasur me fibër, protein, vitaminën C, K, B6 dhe kalium, hekur dhe zink dhe magnez. Pjesa më e madhe e këtyre ushqyesve gjenden tek lëkura e kastravecit. Kastraveci është një zgjidhje shumë e mirë për detoks. Njerëzit që e teprojnë me pijen ose kanë nevojë të detoksifikohen duhet të konsumojnë më shumë kastravec. Sipas ekspertëve, nëse hani disa feta kastravec përpara gjumit, do të ndihmoni organizmin të vetpastrohet dhe të rikthejë balancat e elektroliteve. Ai ndihmon për të rënë nga pesha. Kastraveci ka tendencën të na mbajë të ngopur për shkak të përmbajtjes së lartë të ujit. Ky i fundit rrit sasinë e elektroliteve të djegura dhe ndihmon në përgjithësi për të rënë nga pesha. Kastraveci ndihmon edhe për një frymë më të freskët. Kastravecët pastrojnë gojen nga bakteriet të dëmshme që shkaktojnë erën e keqe të saj. Mjafton të mbani një fet kastraveci në qelës për 30 sekonda që bakteriet eliminohen nga goja dhe të jenë më të freskëta. Kastraveci është i mirë kundër stresit. Vitamina B të kastraveci ndihmon në uljen e niveleve të ankthit dhe të stresit. Kjo vitaminë ndihmon organizmin të prodhojë më shumë energji. Antioksidantët, vitamina C dhe mangani ndihmojnë në uljen e kolesterolit të keq dhe sheqerit në gjak. Kësaj kastravecët rekomandohen në veçanti edhe për diabetikët sepse ndihmon në mirëmbajtjen e parandalimit të problemeve të sheqerit. Konsumi i kastravecit dhe lëngu i tyre turshi mund t'i japin trupit shumë përfitime. E vetmja gjë që duhet të keni parasysh është i konsumoni brenda sasisë së duhur dhe asnjëherë me tepritje, në mënyrë që të merrni përfitime unike për shëndetin. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like.
dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë tuaj.